إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد gjithhamdi falenderimet dhe lavdia e plot I takon të madhit Allah te baraka wa taala atë falenderojmë për ti falje dhe ndihmë kërkojmë mbrojtjen e Allahut të madhreshëm prej të ligave dhe të këqijave të shpirtit ton kërkojmë mbrojtjen e Allahut fuqi plot prej të sytjeve dhe djallëzive të shejtanit të mallkuar shumë salate dhe selame çdo herë dhe panda I dërgojmë më të dashurit ton më të madhit pejgamber Muhammedit ton të dashur alayhi salatu wassalam kemi respekt të madh për familjen e tij të pastërt për gjithë shokët e tij të ndershëm e fisnik dhe lutemi për mbar muslimanët besimtar dhe besimtare gjithë ata të cilët kanë shkuar tek Allahu para neve dhe deri tek muslimani I fundit në fundin e jetës në këtë botë. Të dashur dhe shumë të respektuar vëllezër, edhe një herë me lejoni nga se dikush nuk ka qenë më herët që t'ju përcjelli selamet e muftiut edhe për urimin e këtij muaji të bekuar, por edhe për mirënjohjen e kontributeve tuaja prindërve tuaj që e kanë mbështet mbarvajtjen e jetës fetare në vendin ton, në komunën e juaj në Gjakov, gjitha mbështetjet që ndërlidhen me çdo dimension të jetës fetare, Zoti ju shpërbleft dhe Zoti u amundsoft që këtë edukat dhe këtë frymë që ju e keni përcjell prej prindërve tuaj, ta përcjellni tek gjeneratat dhe pasardhësit tuaj. Të dashurit e mi, kjo është gjymoja e dytë në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Po e shohim edhe vetë sa shpejt kalojnë ditët, netet, momentet, çastet e bekuar të këtij muaji. Nga se çdo moment dhe çdo çast prej ditëve dhe netëve të këtij muaji janë të bekuar. Besoj që është shumë e rëndësishme për mua dhe për gjithë ju me seriozitetin dhe përkushtimin dhe njëherit gatishmërinë maksimale ta motivojmë veten. Njeriu shumë herë goditet prej rutinës. Është kogja vështirë një muaj me qenë tërkohën me zell, me vullnet dhe me energji në agjendën e Ramazanit. Ramazani ka agjendë. E keni pa, koha e iftarit, koha e syfyrit, koha e teravive, edhe aspektet tjera. Allahu dhul Gjelal njeriu për nga natyra e ka kriju të atill që njeriu nuk dëshiron me pas program. Njeriu nga natyra dëshiron me qenë kaotik, I lirë. Në momentin kur ka një agjendë dhe një disiplin, njeriu t'i prishet qefi. Por, ne si besimtar, edukohemi dhe provojmë të edukohemi në vazhdimsi që të kemi ambicje të larta. Prandaj pejgamberi alayhis salam na ka mësuar dhe na ka sugjeruar kur e kërkojmë xhennetin prej Allahut me kërkuar xhennetin më të lartin, Firdausin. Është koncept dhe mendësi e gabuar. Keni pa disa njerëz tek ne kur thonë unë musha veç me ide të dera e xhennetit. Kjo është mendësi e gabuar. Nga se Kurani, pejgamberi alayhis salam kanë ardhur neve karakterin, personalitetin, mentalitetin, konceptet me na I formu. Prandaj pejgamberi ka thonë kur e kërkoni xhennetin prej Allahut, kërkoni xhennetin më të lartin. E pastaj me mirësitë dhe mëshirën e Allahut, ku përfundojmë? Nuk e dim. Por ti e kërkon pikën më të lartë xhennetit. Kjo tregon që besimtari është ambicioz. Por duke ditë natyrën njerëzore, duke ditë ambientin në cilin jetojmë, s'po flas për Gjakov, njëjtë është edhe në vendin ku ne jetoj, jam lind në këtë Kosovën.
ambientet ne ku jetojmë, ku punojmë, me ata që harxojmë jetën, kolegë punës, se ku ta diune, nuk janë shumë të favorshme që ne të ndihmohemi drejt ibadeteve. Ambientet janë shumë të pa favorshme. Prandaj, kemi nevojë edhe këto ditë dhe net këtij muaji të bekuar që kanë mbet, ta motivojmë veten, duke i kujtu premtimet edhe shpërblimet që ne ka premtu Kur'ani dhe pejgamberi alayhis salam për këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Unë do të mundona ta motivoj veten dhe juve, inshallah Allahu na jap sukses. Po e zëm. A nuk është motiv i fuqishëm për gjithë ne fakti që natën e parë në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, Allahu i ka hap portat e xheneteve, i ka mbyll dyert e xhehenemit, i ka prangos shejtanët me zinxhir dhe ata vazhdojnë të jenë tepër të inatosur. Do thot Allahu dhul Xhelal, kosmosin në Ramazan e ka ndru për ty. Mendoje këtë të vërtet të madhe. Mendoje çka i bjen janë hap portat e xheneteve. Mendoje. Kur ka thonë pejgamberi alayhis salam, natën e Ramazanit hapen dyert e xheneteve. Kjo i bjen Allahu e derdh mëshirën e tij pa kufi. Kur nuk je më afër mëshirës Allahut. Kur, asnjëherë. Prandaj ky është një motiv. Motivi tjetër, po e zëm. Kur thot pejgamberi alayhis salam, statusin që e ka agjërusi për shkak të agjërimit, duaja e tij nuk kthehet bosh te Allahu. Duaja e agjërusit pranohet. Fakti që unë dhe ti jemi agjërus, na jep këtë bonus, na jep këtë privilegj. Walis-saimi da'watun mustajaba, agjërusi e ka duan e pranume. A nuk ka motiv që ti dhe unë me nda kohë të caktuara gjatë ditëve dhe netëve të këtij muaji për me u rezervu për lutjet tona? Kush është ai i cili s'ka nevoja dhe kërkesa? Kush është ai njeri i cili sot nuk ka nevojë dhe kërkesa për shpirtin e tij, për dashurit e tij, për familjen e tij, etj. Një motiv tjetër i cili na motivon, subhanallah, momentet e syfyrit. Momentet e syfyrit janë momente për plot bekime. Gjyshet tona na kanë eduku, duhet mos zgjun syfyr edhe nëse pakuj me pi vetëm. Nuk kanë ditë gjyshet tona tash neve me na tregu se në kohën e syfyrit ka melaçe dveçanta që kërkojnë faljet e Allahu dhe lutën për ty. Po ato kanë thonë duhet më qu, s'paku pakuj me pi. Dhe Allahu në surën Ali Imran na tregon wa bil ashari hum yastaghfirun, thot prej virtyteve dhe atributeve të besimtarve të mirëfillt, ata në kohën e syfyrit rezervohen dhe kërkojnë falje dhe bëjnë istighfar prej Allahu te baraka wa taala. Koha e syfyrit është ajo 1/3 e fundit e natës kur Allahu te baraka wa taala nga arshi dhe qielli i tij zbret, subhanallahu, për ty zbret. Allahu xhalla xjalaluhu dhe i ka 3 oferta. A ka dikush që po lutet ti përgjigjem? A ka dikush që kërkon diçka nga unë ti përgjigjem? Dhe a ka dikush që kërkon falje? Ta fali. Subhanallah, kjo është moment i jashtëzakonshëm për besimtarin. Të dashurit e mi, një motiv tjetër që duhet të na motivoj, të mos lejojmë që ditët dhe netet dhe çastet e këtij muaji për plot bekime dhe mirësi, ne duke qenë të shkujdesur, pa vëmendje, gafila, me na ik, nuk guxojmë, është raporti ynë me Kur'anin. Shiqoni që ka thot pejgamberi alayhis salam për Kur'anin dhe agjërimin, e keni dëgjuar prej hoxhës juaj të mirë këto shumë herë. Thot Resulullah alayhis salatu wassalam, as-siyam wal Qur'an yashfi'ani lil 'abdi yawm al-qiyamah. Agjërimi dhe Kur'ani në ditën e Kiametit
e marrin rolin e avokatit për mu dhe për ty, kërkojnë ndërmjetësim të Allahu. Thot Ibn Hajar al-Asqalani, thot Allahu e personifikon agjerimin dhe Kur'anin, e merr rolin e një njeriu dhe ai thot ja Rabbi, agjerimi, thot ky është robi yt i cili e ka mundu veten duke u ndal prej ushqimeve dhe prej pijeve në dunja. Ka posa si tjerë që nuk e kanë qa kokën për Ramazan. Po ky e ka mundu veten. Unë sot kërkoj ndërmjetësimin për këtë rob. Ja Rabbi. Po ashtu Kur'ani, thot ja Allah, ky është robi yt që natën i lodhur ka fal namazin, ka lexu Kur'anin përkundër lodhjes. Ja Rabbi, unë kërkoj sot shefatin. E dini o vëllezër, du më ju përmend një hadith i jashtëzakonshëm te Imam Tirmidhiu. Pasha Allahun, që ky hadith nëse e kena vëmendjen edhe për kushtimin deri sot një javë nuk duhet më na u largu prej mendjes. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, në momentin kur qahet varri i secilit prej neve dhe dalim prej varreve tona, te koka afër neve do të qëndron Kur'ani, po jo secilit. U çan varret ditën e Kiametit, po dalim me u bë bashk në mahsher, të partë dhe të mramët, njerëzit edhe gjint, miliarda njerëz e gjin, me dalë para Allahut, me fillu procesi i ditës gjykimit, me gjitha peripetit dhe etapat e veta. Në këto momente, sa po qa varri, te koka jote është Kur'ani, por jo për secilin. E ka përmend pejgamberi sa kuj i qëndron Kur'ani afër. Ka thonë sahibul Kur'an, ai që e ka konsideru edhe tër jetën e tij e ka trajtu Kur'anin si mikun të pandashëm në jetën e tij. Nuk i bjen kjo veç me pas Kur'an të shtëpia. Nuk i fiton këtë mirësi. Shiqoni edhe njëre, nuk po du me dramatizu, po është moment shumë kritik. Moment shumë kritik është ky. As pasonia, as evlat, as kur gjo. Po ai që është miku i pandashëm i Kur'anit, ai që e ka lexu Kur'anin, ai i cili është mundu me kuptu Kur'anin, me mësu Kur'anin, me jetu me Kur'anin, me u bë dashur Kur'anin të tjerëve. Ky është ai miku i përhershëm i Kur'anit që sapo qahet vari ki me pas të koka Kur'anin. Mirë, tash për mos me bo një pyetje cikletshme për gjithë ne, po duhet me bo atë pyetje cikletshme. Cila është arsyeja e ndonjërit prej neve kërkoj ndjes, nuk e kam me ju, po nëse është edhe dikush prej juve që mundet me pas hisën këtë pyetje, më vjen keq, po pyetja është shumë e rëndësishme. Cila është arsyeja e ndonjërit prej neve nëse halan jetën e tij një herë të vetme nuk e ka lexuar Kur'anin? Cila mundet me qenë arsyeja? Tash nëse na kishim me bën një bisedë interaktive së bashku dhe kisha me pyet secilin prej juve, më fal vllai i dashur, Allahu të nderoft, i sa ti Ramazan është për ty ky, varësisht prej moshës që e kemi, njëri thot valla 10 Ramazana, njëri 15, njëri 20, njëri 30, ndonjë djalë i ri thot i dyti Ramazan, kjo relative. Mirë, ai i cili ka 5 Ramazana të Allahut të regjistruar, 10, 15, 20. Po vim të pyetja e sikletshme. Cila është arsyeja e ndonjërit prej neve që një herë në jetën e tij, një herë të vetme se ka lexuar Kur'anin? S'ka arsye. Nuk ka arsye. Dhe ky muaj është madhështor për pikrisht se Allah e ka zbrit Kur'anin por jo vetëm Tevratin Musës në Ramazan, Zaburin Davudit, Injilin Isas. Dhe ky Kur'an ka zbrit në Ramazan, po në natën e Kadrit. Shiqojeni, madhështi mbi madhështi, mirësi mbi mirësi. Dhe ky muaj o bë madhështor pikrisht për shkak të Kur'anit. Edhe ti se ke lexuar hala Kur'anin. Ti hala s'ki agjend Ramazan për Kur'anin. Orar. A dini sikur ne jashtë Ramazanit që kemi timingun ton me pi makiatun sabah?
Dikush 7, dikush 7, dikush 8, edhe se prish ato. Rall, në 365 ditë dhe të herë prish. Orarin e kam, që shtu e nisi ditën une. E po mirë, ku e ki orarin me Kur'anin? Ku e ki orarin me Kur'anin? Së shmërenci, një faqe, 2 faqe, po orari jëtë me Kur'anin. Ky Kur'an që nesër ka me qenë shefatgjia jëtë para Allahut, kur ne jemi shumë të nevojshëm, veç me shpirtin ton, para Allahut dalim, e me veprat tona të mira, edhe ato të bama tjera, udhu billah. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Ajo është një ditë ku as pasuria as fëmia nuk të ndihmojnë dot, por të ndihmon zemra e bardhë. Ajo zemër e bardhë dhe fisnike, që fjala la ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah thellësisht, fuqimisht i kalshu rënjët e saja dhe drita e saj, çdo qeliz të gjakut, e trupit, e të organizmit, e ka ushqy, edhe çdo qeliz e jotja, thot, la ilaha illa Allah, Muhammedur Rasulullah. Po e përmbylli, të dashurit e mi, është ajeti 23 në surën Zumar, një pjesë e ajetit, Allahu kërkon prej neve vetëm një gjë, e pastaj ai neve na dhuron mirësitë dhe udhëzimet e tij pa kufi. Thot Allahu fuqi plot, wa yahdi ilayhi man anab. Ata që zemrat e tyre sinqerisht i kthejnë ka Allahu, ata që kthehen sinqerisht te Allahu, Allahu i udhëzon dhe i merr këta me mirësitë dhe udhëzimet e tij. Vetëm këtë po e kërkon Allahu prej neve. Sinqerisht më kthy te Allahu. Vetë që kjo, kur gjë tjetër, hiç kur gjë më shumë, vetëm që ta po e kërkon Allahu për neve. Më u kthy për një me zemrat tona ka Allahu. E pastaj, mirësit dhe me rahmeti Allahut, që ka bën me ne, edhe na habitem me vetveten tonë. Edhe na çuditemi me vetveten tonë, se ne nuk kemi mundësi me perceptu as bujarinë e Allahut, as fisnikrinë e tij, as mëshirën e tij, as faljen e tij, as drejtsinë e tij. Është shumë e vështirë me perceptu sa e madhe është bujaria e Allahut dhul xhelal. Allahu subhanahu wa taala e shtrin dorën e faljes çdo ditë. Në mëngjes sapo fillon dita e re, sapo lind dielli, Allahu e shtrin dorën e faljes me i fal ata që natën kanë bërë gjuna ndaj Allahut. Kur përfundon dita, sapo perëndon dielli, fillon nata e re, Allahu e vazhdon dorën e faljes me i fal ata që ditën kanë bërë mëkat. S'nalet kjo kur, hiç kur s'nalet. Shqen çfarë mirësie. Allahu xhelal këto mirësinë ai ka dhënë, e shkelim tokën e Zotit te baraka wa taala. Kënaqemi me e thithim ajrin dhe oksigjenin, ndriçohemi me dritën e diellit, e sa mirësi tjera. Dhe nuk e çan kokën 70 vjet, kur s'ka thonë elhamdulillah, kur hiçnit. Kur 70 vjet i ka bë, kur s'ka thonë elhamdulillah. Kur 70 vjet i punojnë veshket, 70 vjet kënaqet me mirësitë e Zotit që janë pafund. Dhe kur 70 vjet, një herë, 2 sekonda s'ka thonë elhamdulillah. Prap Allahu tolerant. Edhe ajo dora faljes mëngjes e mbrëmje vazhdon edhe për këto. Po me një kusht. Nëse ai do të më kthy sinqerisht Allah. U kthyte Allahu sinqerisht. Ku e udhëzon Allahu dhe si udhëzon nuk e ki iden as ti e as unë. Allahu na kënaq në këtë muaj të bekuar të Ramazanit.